Data 19 prill, ditë e shtunë, 2025, jemi në Maqedoni me djalin temi Lazin. Këtu jemi të vorët e dëshmorëve të Slupçanit legjendar. Që me numëru shkon gatë sa dëshmorët janë këtu. Na njerëzit thënë dëshmorë, për inshallah te Allahu janë dëshmorë. E këtu e kem edhe dietarin e fesë islame Mulla Jakub Hasipin, që jemi konë me Lazin bashkë edhe në Varrin Pita. Ky është Varri Mulla Jakub Hasipit, i cili edhe ka qenë ushtar i shtrisë trimtare kombëtare në Maqedoni, ku me këta binë poshtë fjallët e disa antifetarëve që thuj se hoxhallarët na kanë shih. Këto është si dëshmi Mulla Jakupi, që edhe në uniformë të QK-s bashkë me komandant Kurin kanë liftu këtë Slupçanin legjendar. Edhe gjitha këtë vorre janë këtu, femna moshë shkujka, kreanej, që kanë ardhur luftë me okupatorin Maqedon. E bazë kësaj lufte që kanë bërë këta trima, inshallah te Allahu janë dëshmorë, tashti shqiptarët Maqedoni kanë të drejta shumë. Në parlamentin qeveri kudo, i kanë drejta shumë më të mëdha se përpara. Se pa luftë nuk ka liri. Edhe mos harroni ju që thoni se feja në kanë mbrapa. Feja në shumë përpara. Edhe ushtarë që në kanë fetar, ju ka vle ushtria, ju ka vrej lufta dhe ma shumë atyne se të pa fetar. Tashti shumë ka ushtarë që në kanë që kë, pa marrë prasun që kë në Kosovë, Preshej, Bojanës, Medveqa për Maqedoni, shka në me bismillah, edhe të pashin dek, inshallah me iman. Edhe shka në gjallë, inshallah Allah i rumë për gjatë keqe. E ata pa bismillah, inshallah Zoti përmirëson, e i këthem dinën e imani bjen fejnë islame. Tashti përshkojmë te keri i komandant Telit, që ka qenë ushtarë nga Shqipënia. Edhe e ka trajtu Maqedoninë në shtëpi private këtu, shtatarë. Ky është gjipi në të cilin ka hecë komandant Teli edhe ka liftu komandant Teli këtu në Maqedoni. Automjeti me të cilin u shërbye komandant Teli 2001. Edhe këtu e ka lënë shqiptarët muzej, u që kjo që shkru. Rahme shpirti ju pas. Nësa kjo këtu është muzeu, ka robe, ka arme të ndryshme, e shka ka pas pajisje të ushtarëve të QK-s, janë këtu. Po këtu du të bethirë një person me arme qilderën, e s'ka thirën heq, kjo ka marru e rejt ashtë këtu, në shenjë dëshmorëve. Pas ka marru këtë farë sukur minare, edhe vërrezat për shefkan, me vorrin e Mulla Jakupit, 39 vorre dëshmorët e kanë këtu, këtu në Slupçan. E ta është e këtu, po ka dhe Slupçani anina. Kjo është Slupçani i Hafuz Ilyazit, Mulla Jakupit. Mulla Jakub Hasipit, dietar mas dietari kanë qenë këta, edhe luftarë kanë qenë këtu, por ku manova është matje, ato me për rreth shqiptarë, këtu ka nore të gjitha të rrë shqiptarë kanë liftu. Tash të që te vorri i në këtë vërë pushon gjenazja e Dajë Selmi Kamehi, djallit Dajës Bederi, vllavi Dajës Sagin, që ka liftu për qërin trojë shqiptarëve dhe bashkim trojë shqiptarëve. Amaneti nuk u kryu taman, po inshallah të ardhmen dhe të bëhat. Edhe ka kemi vorrin
Dajnagim e kom pas dajt babës, bëjnë dajt zbetërim. Daja afrim Kalanica, unë shti dajt zvebi Kalanicës Jezert. Këta janë dajt met. Edhe gjithë këta tjetë, shka janë këtu gjyznonës dhe tyni që poshojnë, Allah i shonë i kështë të shmorja ora tila alimin. Edhe sa mirë, adhoret nuk i kanë byllë këtu krejt, se që është tonë në basë fejtë islami nuk du të një bloku, që i blokujt të në Kosovë. Inshallah shehet kanë njët. Këtë qeshme e ka marru një shqiptar nga Turkia, që edhe shkru këtu. Në shenjë dërimit të për dëshmorët e kombit, Salih Nur, Stamëll, Rohuna Fatiha, maj 2021. Zote se vapja shkroft.